Kushtet për të pranuar një itikaf fillimisht është që personi të jetë musliman. Pra itikafi nuk mund të bëhet nga një person i cili nuk është musliman. Pra kushtohet që të jetë musliman. Pastaj kushti i dytë është arsyeja apo mendja. Itikafi nuk është i vlefshëm për një person i cili nuk është i aftë mentalisht. Pastaj dallueshmëria. Itikafi nuk është i vlefshëm për fëmijën që nuk ka aftësi të dallojë dhe të kuptoj qëllimet e tij, pasi qëllimi është i domosdoshëm në kryen e veprave. Pastaj është domethënë që janë për thuajse çdo adhurim. Për çdo adhurim në përgjithësi. Pastaj është niyeti, kjo është për çdo adhurim, pra duhet të bëhet niyeti për itikaf. Pastaj pastërtia. Pastërtia nuk kupton në aspektin tek gratë, a lejohet që të bëjnë gratë itikaf, pra gratë të cilat janë me hajz dhe nifas. Kjo është një çështje e cila ka diskutim në mesin e dietarëve, se pastërtia është kusht në itikaf apo jo. Nga mendimet e ndryshme të dietarëve rezulton se gratë lejohet të bëjnë itikaf nëse ato janë të papastërta, gjithmonë me kujdesin që mos që pastërtia të jetë të kihet kujdes ndaj pastërtisë, në këtë rast ndaj pastërtisë së xhamisë. Pastaj kushti tjetër është, të cilën e kanë përmendur dietarët, e që ka po ashtu divergjenca në mesin e dietarëve, se agjërimi a është kusht i itikafit apo jo. Domethënë ai i cili hyn në itikaf, qëndron në itikaf, a duhet të jetë agjërueshëm. Pra nga mendimi më i saktë i dietarëve është se nuk është patjetër personi i cili është në itikaf të jetë agjërueshëm. Duhet të përmend hadithin të cilën ngjarjen të cilën e përmendi Omeri radhiyallahu anhu kur i kërkon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të bëj itikafin, pra betimin të cilën e ka bërë për itikaf, e përmend natën dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë realizoje itikafin, pra dihet se agjërimi nuk është i kërkuar natën, mirë po është i kërkuar gjatë ditës. Ndonse në aspektin praktik, itikafi është 10 ditët e fundit netët e Ramazanit, është shumë e natyrshme që është e natyrshme që njeriu të jetë agjërueshëm, mirë po në raste e itikafit në përgjithësi. Mirë po në raste të caktuara, për shembull kur i lejohet prishja e agjërimit me një arsye të justifikueshme dhe ai gjendet në itikaf. Në këtë rast prishja e agjërimit e prish edhe itikafin, këtu është dilema në mesin e dietarëve, pra mendimi më i saktë është se itikafi është i qëndrueshëm. Itikafi është i qëndrueshëm